Përshëndetje nga bleta Rivëda. Deri sot do vazhdojmë bëjmë një kontroll të kjo bleta. Ka 2 javë dhe pak që kemi bërë vjelje. Edhe se kam kontrollu ma, si kara me ku me kontrollu, se kam qenë dhe jashtë. Ca kohë, që tani do vazhdojmë të bëjmë një kontroll. Që fillojmë po e shohim pak lartë, që se ka sjell diçka, ka mbledh nektar apo jo. Do më duhet t'i heq disa korniza, por jo sot. Sot thjesht po i bëj një kontroll të shoh se si është situata, nëse ka ushqim apo jo. Kasuistisht është, ka 2 javë që i kam vjele dhe nësa e kam parë, nuk kam parë që ka prurje shumë. Ma kjo paska sjell pak. E di, atje më duket sikur është bosh, nuk të bëj, por nuk e di sa shkëlqen. Nuk e di në të bëjt apo jo. Por kam sjell pak. Shojmë dhe një korniz tjetër. Edhe kjo. Edhe kjo ka sjell. Kam sjell pak, por 2 javë mjaftu shumë kanë qa për vete, se tani nuk është se do ju marrë në diçka, vetëm më vonë. Tani, kjo që e kam do e kene të më për vete. Pasi këto nuk do ikin shtektim, do rrinë të ku janë, që mjafton të sjellin dhe të ushqejnë vetën. Do heqim katin dhe të shohim poshtë që kemi tjellja apo jo. Kemi mbretresh, sepse kjo është ajo që për zhvendësim të mbretreshës. Pas vjeljes si pa ta bërë dhe një kurim për varrova, acid oksalik spërkatje, gjitha kornizave, dhe pse pat korniza që ishin me tjellje bulosur, por ja bonë. Nga pesha është një, pati dytë. Një të shojmë mirë se që kemi këtu poshtë. Se nga po e sjellin këtë si propolis, po kisë nuk më duhet që është propolis. Vedi se kur po e marrin, është bosin gjitës, se edhe temperaturat janë rritur. Ja. Nuk është propolis për që nuk e di se ne e marrin të lloj materiali, që po i ngjesin kornizat. Ta shohim si është gjendja poshtë. Korniza e parë. Mashallah është shumë mirë. Dhe di sa mund dallohet. Është lartë pak telefoni. Shihet kurora është super mirë. Është komplet nektar i pastër. Edhe gjysma tjetër poshtë është me polen, nga të 2 krahët. Lartë kemi me nektar, nuk e di sa mund të shkëlqejë dallohet apo jo, por është me polen. Është mirë, ka ushqim. Për vetën e saj ka mjaftueshëm. Për mua nuk kemi për moment. Këtu është korniza e dytë. Korniza e dytë është me tjellje ditore. Mbretresha është e re, është e pashenuar. I kemi të 3 produkte. Ka bërë një punë shumë bukur dhe kjo korniza. Pjesa këtu lartë është komplet me nektar. Kemi dhe një rryp tjetër e kemi me polen. E treta është me tjellje ditore. Shumë e bukur si kornizë. Nuk e din që atë mund të shihet atje, por është tepër e bukur. Kjo është komplet me tjellje ditore dhe kurora është me një.
Pak janë bërë të kohë që nuk kam bërë video, kam qenë shumë i angazhuar me punë. Edhe kjo këtu është komplet me pjellë editore. E njëjta edhe këtu, sa po kanë vazhdu duke u bërë si diamant që ju themu. Se këtu ka qenë një mbretëreshe e re, që se mbani mend bëri zëndësimi. Mbretëreshën e vjetër e patën vrarë, kështu që nuk kishte shumë pjellje të vullosur. Ato ditë që unë i bëra me spërkatje, kishte vetëm 2-3 korniza, kishte pak pjellje të vullosur. Që them se i kam bërë një punë të mirë për varroa. Tani si shihet kemi vetëm pjellje editore mos shumti. 2 korniza janë vetëm me pjellje editore. Shohem të tretën. Mashallah. Është me pjellje, vasa rrotull me polen. Mbretëresha ka bërë një pjellje të shkëlqyer, kjo është komplet pjellje e mbretëreshës së re. Shumë bukur, mashallah. Vazhdoj. E njëjta edhe këtu. Kemi gjysmën me pjellje, gjysmën me polen. E njëjta edhe nga kjo krau këtej. Këtu kemi pjellje polen, më është bërë si mix, në përmes pjelljes kemi polen. Okej, tani edhe mbrapa nuk pretendojmë që ti kem kornizat plot sepencet me pjellje, sepse nuk ka dhe shumë prurje. Po sillin nga pak polen, po sillin edhe nektar. Ama nuk do ketë pjellje si që kishte muajt më parë. Sepse kam dhe bletë që janë me 10 pjellje poshtë. Po nga ato kam zgjedhur që t'ju marr nga një kornizë që i dhuroj tek bletët e reja që kam bërë. Tek nukleusat. Që këto t'i lehtësoj pak, sepse do ju duhet shumë për të tillë, për ta mbajtur gjithë ato pjellje. Njëtën kohë i zhvilloj edhe bletët e tjera që janë më mrapa, që janë më të vogla. Në njëta gjendje është edhe këtu, pjellje, polen. Ta shikoni duke sigurisht pjellja jo e mirë të kjo korniza këtu. Shikohet sikur ka disa vërima bosh, sa po kanë dalë bletë të reja. Edhe këtë pjesën këtu është komplet me polen. Dy korniza që i kemi parë deri tani janë gjysma me pjellje, gjysma me polen. Ka polen mjaftu shumë mirë. Në këto bletë që do lindin të reja, ju duhet të hajnë polen ditët e para të jetës, që t'i kemi sa më të forta. E njëjta edhe këtu, pjellje, polen. Kemi edhe nektar i hapur. Tu është komplet nektar i hapur në përkurora, se mund të duket sikur janë bosh atje, nuk e di nëse duhet ta marr telefonin që ta shikoni nga afër. Mbretëreshën e re nuk e kam pa, ose mund ta kem kalu ose si kam kalu akoma. Kjo korniza këtu kemi pa se çfarë ndodh tani te kjo korniza këtu, sepse i shikoni disa kornizat që po a tregova tani që thoja ka polen, ka dhe pjellje. Shikoj edhe këtë. Kjo pjesa këtu është me pjellje editore, ka dhe mundësi që t'jetë mbretëresha këtu, se do e marr telefonin nga afër dhe t'ua tregoj pak se çfarë ndodh. Sa ka ndodhur te kjo korniza këtu. Sepse kur i shohim nga njerë disa korniza, themi se është mbretëresha e mirë, po kjo nuk ka rol tek mbretëresha. Është e çështje e kornizës. Ja, mbretëreshën këtu e paskem. Po mbretëresha është këtu. Okej, do mundohem ta marrim telefonin nga afër, edhe t'ua tregoj pak se kornizën, se si është kjo korniza, që ta kuptoni pse ishin dy korniza me pjellje që u duknin disa vërima bosh në për pjellje. Ja, një sekond, e bërë dhe duar gjithë për polis, do e bëj dhe telefonin ti.
këtë rast I lyem pak duart me dhejtë që mos ma ngjitet në telefon. Okej. Tani, shikoj një pak të kornizën. Do më duhet ta kthej pak nga dielli që ta arrini ta shikoni se çfarë dua t'ju them. Po ta shikoni këtë kornizën, kemi polen duken disa vrima bosh. Por tek këto vrimat bosh kemi pjellje. Nuk e din që sa do arrim ta shohim fiks dhe qartë. Po, duket, shikoni tani. Është me polen, ka më shumë ti polen, por kemi edhe pjellje në për polen. Tani në moment që ti do e kontrolloj, ose unë që do e kontrolloj një herë tjetër kornizën, mbase shumë të ri nuk ja vën re që ka pjellje ditore. Shikoni me vëmendje, besoj se duket pjellje ditore nëpërmes. Kjo është e mbushur cep edhe cep me polen, por ku ka vend bosh, ka bërë pjellje ditore. Ja t'ju fry pak të largohen bletët, ja shikoni këtu duket qartë, kemi pjellje ditore nëpër polen. Dhe këto çfarë do ndodhi te kjo korniza? Në ditët në vazhdim, bletët vazhdojnë edhe e konsumojnë polenin dhe ja bëjnë rrethin e mes, duke e konsumu polenin, duke ushtuar pjelljen. Besoj se duket qartë që mos humbim më shumë kohë. Në mes të polenit e kemi me pjellje ditore. Prandaj mund t'ju duken disa korniza sikur është pjellje e çthurur, por në të vërtetë mbretëresha është shumë e mirë, por ajo vjen edhe bën dhe pjellje nëpër këto kornize. Mbretëresha jetë kesh këtu në fillim. Është super mbretëreshë mirë. Edhe këtu e kemi me pjellje ditore. Ky krau këtej është komplet I pastër, këtu nuk kemi polen më shumë, dhe vetëm pjellje. Okej. E vendosim me kujdes, sepse shohim mbretëresha është këtu në cep edhe po vjen të kalojë nga një kornizë tek tjetra. Keni kujdes mos I vrisni mbretëreshat, sepse tani është dhe një moment që ti nuk mbretëresha e reja, sepse temperatura po ngrihet goxha lart dhe mund të keni problem me rekondimet. Edhe mundoni mos t'i tymosni shumë, sepse kjo temperaturë jetë. E keni por nuk është se I tymos. Edhe është shumë. Punoj me qetësi, se bleta mos ta carohet. Sepse disa thonë që moment që bleta ka ushqim është në rregull, ajo nuk të sulmon, vetëm në rast mungesë ushqimi atëherë ajo të sulmon. Por nuk vlen tek këto mbretëreshat e mia, se blet e mia kjo. Këto si kanë ushqim si nuk kanë të qeta janë. Edhe kjo korniza është plot me polen, kemi polen mjaftueshëm. Kemi polen mjaftueshëm edhe sipër ishte sjell edhe nektar të freskët, kështu që po punojmë shumë mirë. Nuk ka nevojë për asgjë. Thjesht mundohem të timosim këto cepet mësore, që në moment që do ngjesim kornizat mos kemi problem. Se mund shpitën ndonjë bletë dhe atëherë mund të carohet. Sa do e qetë tjetë nëse ti do në zonat e normal që do të sulmoj. Kjo është korniza në mbretëreshën. Mbretëresha si qiet ka ikën nga këtu. Do ketë kaluar tek korniza tjetër. Dhe kjo është një mbretëreshë e re dhe është e shpejtë, normal. Dhe si që pat kishte pak pjellje ditë. Se vullosur nuk është që kishte dhaj shumë, ishin 2 korniza që kishin një rreth gjatë mirë dhe 2 tjera që ishin gjysmë kornizë dhe tjera të hapura. Besoj sa të ditë që unë I bëra për atidoksalik,
ka bërë përzierje me ujë dhe qesh për tata kornizë për kornizë, i kam dhënë një goditje të bukur varroat, dhe pse nuk ishte një numër aq të madh varroa që ranë, po pse do ja bëjmë prapë pas ja mbretëresha ka ardhur te korniza tjetër. Tani që e pash se ishte te kjo korniza këtu, i mbyllim kornizat me kujdes. Unë e din që nuk ka nevojë për asnjë gjë. Thjesht me mbyll. Ngeli nuk e mund gjithë në përduar kë propolisi, po pse nuk më duket sikur është aq propolis i mirë. Kështu që nuk kemi propolis të mirë. Kështu si bëhet si marimang kur e tërheqim, që është nga i propolis i mirë, nuk e di se ku po e marrin këtë lloj propolisi. Mi kanë ngjitur kornizat dhe më janë ngjitur edhe mua duart. Dhe po e mbyllim dhe ju urojmë sukses. Këtu për momentin nuk kam asgjë për t'i bërë. Dielli ka, polen ka, mjalt ka të mjaftueshëm edhe është i freskët, është në rregull, 2 javë pas dieljes. Këto nuk do shtektohen, do rrinë këtu tek parku ku janë, këtë ditë nuk kam për të shtektuar asnjë. E vitin tjetër kismet po. Që po e mbyllim dhe gjatë kontrollit, nëse do has tek një blet që nuk ka ushqim mjaftueshëm, do i bëj video që të mund ta shikoni dhe ta ndihmoni nëse s'ka ushqim. Dhe videon tjetër, siç e thash, do shohim nëse një blet nuk ka ushqim mjaftueshëm, do i bëj video dhe t'ua tregoj që kjo duhet ushqyer dhe kjo nuk duhet ushqyer. Sepse në këtë kohë tani edhe shumë blet nëpër shumë parqe nuk ka ushqim, nuk to sjellin. Kështu që normal që duhet ta ndihmosh, duhet ta ushqesh. Sepse mund të kesh probleme si me pjelljen, nuk ka edhe me çfarë ushqen edhe mund ta kapin ta nxjerrin jashtë ose e lejnë pa ushqyer dhe mund të kesh probleme. Që nëse shikoni se nuk ka ushqim mjaftueshëm, do t'i jepni, por jo t'i jepni ushqim sa t'i bllokoni kot korniza dhe pastaj thoni e kam mbush me mjalt. Lërë një bletën që të zhvillohet, por të njëjtën kohë nëse shikon se ka mungesë, duhet të ta ndihmojmë. T'ja kaloni bukur dhe shihemi në një video tjetër.